Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak një ngjarje që mua më ka shqetësuar pafund. Ripërsëritje të gjërave që ka ndodhur në fermë dhe tolerancat e tepërta, përkëdhelja e tepërt nga ana e produksionit kundër Drejti Lirit e sjellin këtë ofendimin kaq të madh. Tani, dhe Mimoza nuk duhet të prekën familjen të Ilirit, t'i thotë që fëmia jote ka mësuar në Itali, gruaja jote italiane etj. Por më e keqja është edhe Iliri nuk duhet të prekë një pjesë që vetëm para një muaji ka qenë tabu në për të gjitha mediat shqiptare, e kemi komentuar të gjithë, dhe kam qenë unë ai i cili kam sjellur një linjë të jetës të Mimozës, që Mimoza e tregonte që nuk është shkije, shkina apo slave, sepse ki i thot nga shkia, ja thot në termin gek, më thënë nuk është slave, por është puro shqiptare. Tani mua më duhet të ripërsëritem dhe më vjen shumë keq që Ilir Shaqiri, një personazh me peshë, një artist me bagazh shumë të gjerë, përdorën terma që në shtëpi nuk duhet përdorur, sepse është ofendimi më i rëndë që mund t'ja bësh një shqiptarit. Ne jemi të gjithë shqiptar, Mimoza e ka dëshmuar veten dhe në për poeziat e saj se sa i ka shkruajtur kombit shqiptar. Dhe ti një gruas me një bagazh të tillë, një gruas me një peshë të tillë, ti thuash shkin, ti e ke bërë gabimin më të madh të vetes. Ti e ke turpëruar veten tënde. Mua në fakt më duket e palogjikshme mënyra se si Iliri ka vendosur që t'i flet Mozës, dhe jo më kot, do me thënë, agravoj situata edhe në mes të Bujakës, sepse Bujaka u prek në këtë rast, normalisht të shqiptarët e Kosovës është edhe më shumë prekje, sepse që ato shkije kanë shkaktuar një dëm të rënd tek shqiptarët dhe ne nuk i harrojmë asnjëherë. Unë uroj me zemër që produksioni të merr masat e dura për këtë gjën, edhe pse jemi në javën e fundit, duhet patjetër ta dënoj cënimin apo këtë shpifjen që po bëhet tek shqiptari kundër drejt shqiptarit. Mimoza nuk është shkin, Mimoza është puro shqiptare, një grua e devotshme nga një familje puro shqiptare, të malit të zi, të vuthajt, të cilët kanë qenë kontribues të kombit ton shqiptar, kanë qenë edhe kontribues të leximit që ne kemi sot shqiptar. Dhe për këtë gjë mua më vjen shumë keq që një personazh si Iliri, në vend të promovoj vlerën, promovon antivlerën e tij.